Është duke u folur shumë këtyre ditëve për një krizë të re ekonomike që pret Kosovën dhe që po shihet në horizont atje nga gjitha këto që po ndodhin. Një pyetje që po parashtrohet shumë këtyre ditëve është se çka po bën qeveria. Ka pasur një deklaratë nga Mimoza Kusari Lila që nuk është edhe aq shumë shpresdhënëse, gjithsesi do ta lexojmë pas pak, por do të kemi edhe debat për të parë realisht se çfarë po ndodh në terren. Engelbert Zefaj është në studio. Mirë se erdhe. Si Zeta. Domethënë sigurt me sa kujdes e ke. Edhe zotrin Rushdi Kurtishaj, më lehtë kjo. Do të kemi dhe ligje të drejtë për drejta, pas pak me të tjerë ekspert, por gjithsesi, po i nisim në studio këtu me atë që unë thash që në horizont po shihet dhe po flitet për një krizë që po na pret, një krizë ekonomike. Sa është reale kjo krizë? Është shumë reale kriza, ne jemi pi testu, jemi të u ballafaqu vetëm me ato simptomat e para të krizës. Më thonë, sot e patëm naftën 1.80, para hiç më shumë se 10 ditëve ka qenë 1.10 cent. Bile për ditën e pavarësisë ka pas edhe çmime oferta speciale. Po, do të thonë, sa afër kemi ardhur te 1.80, e 1.80 është çmim shumë i lartë, edhe për çmimet familjare, do të thonë për kuletën familjare, po sidomos për bizneset, është çmim shumë i lartë edhe sigurt e ka çrregullu komplet edhe jetën e për familje, po edhe jetën e bizneseve. Tash në llogarit kur vjen çmimi për domethënë brenda 2 javë, brenda 10 ditëve është 70 cent më shtrajt ose ta dhënë 60 cent më shtrajt. Atër ti e shef se sa ajo ta ndikon në kuletën e secilit qytetar që e përdor makinën me shku në punë, ose bizneset që i përdorin disa makina, disa kamione, disa autobusa për mi kry detyrat e tyre, kjo është një çmim i papërballueshëm. Problemi është që reale është sepse kjo edhe qeveria domethënë nuk po din me dhënë përgjigje ose nuk po ka aftësi ose s'po ka diturim i dhënë përgjigje, dhe kjo pja humb shpresën edhe qytetarëve dhe bizneseve për ditë më të mira, s'pakot në këto ditë që po jetojmë tani. Po, lexojmë pas pak se çfarë ka thënë Kusari. Po. Zoti Kurtishaj tha që ke i prek sidomos bizneset, agjencione turistike që kanë më shumë vetura, që përdorin naftën më shumë. Sa ju ka prek juve? Që bizneset janë më të dëmtuara, gjithsesi edhe bizneset janë pjesë e Kosovës, si gjithë qytetarë tjerë, sepse edhe në bizneset janë qytetarë të Kosovës të potencuar, sigurisht që prej kohës pandemisë, ne përballemi drejt për drejt me simptomat e para, është e saktë që dha profesori i respektuar, të kësaj krize globale. Normalisht që Kosova nuk ka rafineri, por nuk ka shka për të keq, nuk ka rezerva shtetërore, dhe pikrisht kjo e ndërlikon situatën edhe më vështirë, edhe më të vështirë situatën për shkak të mungesës rezerva, ku drejt për drejt preken sektori transportit, qoftë transportit të malrave dhe të mira materiale, qoftë transporti publik i autorëve, qoftë transporti turistik, që kryesisht i prek edhe turizmin, atë pak turizm që ne kemi në Kosovë, ku do të flas më tepër për turizmin që ka nevojë më shumë qytetarë të Kosovës drejt Shqipërisë, që kryesisht i kalojnë fundjavat, ku ne si kompani, si Shark Travel, përveç se jemi të përballë me këtë krizë, ne dashtëm në ka qillu fati që në këtë 30 vjetor tonin punës që kemi si vit jubilar, kemi dalë me disa oferta me deri në 30% zbritje, po pa marrë parasysh në rritje se çmimit të kostov, po ato oferta janë valide, dhe gjatë gjithë muajit mars ne nuk do të kemi ngritje të çmimit të biletave, ka shtrejtim të çmimit të naftës, por nuk ka shtrejtim të çmimit të biletave. A i keni vrejt që kolegë tjerë të kanë shtrejtu çmimin e biletave? Ne duam që t'jemi bashkë me klientët ta, ne duam që të respektojmë mundin dhe përkushtimin dhe besimin e qytetarëve të cilët për 30 vite na besuan, dhe pikërisht është kjo krizë globale naftit që ne nuk kemi ngritur çmimet përkundrazi për gjitha blerjet online të biletave, e kemi zbritjen deri në 30% për çdo udhtim apo çdo destinacion që qytetarët bëjnë. Por a e prek drejt për drejt sektorin e transportit? Po, mendoj që këtu nuk është. Sa gjatë mund ta përballoni ju pa çmime? Jo vetëm ne, po në Kosovë sektori i transportit publik të autorëve dhe sektori i transportit ndërkombëtar të autorëve, duhet i ndaj, transporti ndërkombëtar dhe transporti ndërurban janë ndër transportet më të lira në tregun rajonal dhe në tregun ndërkombëtar. Shto këtu
këtë pjesën ku ne kemi ngritje të çmimit të derivateve të naftës në Kosovë nga 1.10 sa ka qenë ditën e parë kur ka nisur bombardimet drejt Iranit, pra ne kemi një ngritje mbi 50% thuja në disa raste apo rreth 40% themi më të saktë të çmimit të derivateve të naftës, ku sot, nëse nuk gaboj, është bit 1.80 një litër naftë dhe pritet kjo të shtrejtohet gjatë natës, pra në mëngjes ka tjetër çmim, në mbrëmje ka tjetër çmim. Pra është një ngritje enorme e çmimit të lartë që ka ndikim drejt për drejt të shpenzimit në transportin, sidomos në transportin ndërkombëtar. Kur jemi te nafta, duhet të jemi një dihet sepse në transportin ndërkombëtar nafta është lëndë e parë. Dhe këtu nuk bëhet fjalë që s'ka me pas pasojat tash kanë filluar, do të shihim më vonë. Jemi drejt për drejt me Shkelzen Jusaj nga Petrol kompani pronar për të marrë pikërisht në këtë në cilën po flisite deri tash zotri Kurtishaj. Jusaj, mirë se erdhët në Kosova Live. Mirë që ju gjeta, përshëndetje për ju, të gjithë në studio dhe teleshikues të juaj. Faleminderit shumë. Nuk e di, nëse na dëgjuat pakës, besoj e dëgjuat shqetësimin për atë që po ndodhen në këtë rast, nuk vlen pyetja se a janë rritur çmimet, po sa janë rritur dhe çfarë po ndodh konkretisht në këtë pjesë në vendin tonë. Është e vërtetë se çmimet janë rrit, mirë, po janë rrit jo për shkak të tregtarëve, po si rezultat i ngritjeve të çmimeve në berz. Kjo ka rezultuar për shkak të luftës në Iran dhe blokimit e ngushtisës së Hormuzit, ku kalon rreth 20% e naftës prodhimit botror, po gjithashtu aty kalon edhe furnizimi me ushqime për mbi 200 milion banor, sidoqoftë sot çmimet në treg sillen prej 1.70 deri në 1.79 është shumë e vërtetë. Mirë, po pas disa lëvizjeve politike, si që është rasti një ultimatumit që dhanë Amerikanë të 48 orë për lërimin ose një zgjidhje dhe pas shpalljes një forme të armëpushimit 5 ditor, ka pas një reagim në bursat ndërkombëtare me njëherë, dje ka pas një rami rreth $86 për litër ose mbi 7%. Sot gjithashtu ka një tendencë rami të vogël që është rreth 1 cent e gjys konvertuar në çmimet të tregut, dhe unë e pres që prej nesër filloj të ketë një rami dhe një stabilizim. Mirë, po megjithatë kjo varet prej negociatave të cilat janë duke i zhvillu Shteti Amerikanë me Izraelin dhe me Iranin. Sipas informatave ka një ndërmjetësim dhe ka disa biseda sekrete, ku presioni mbi Iranin është që të fillon të ndalen bombardimet, mirë po gjithashtu ata duhet të lirojnë këtë kanalin ku momentalisht është i bllokuar të Hormuzit, Bushticën, dhe kjo kish pas me rezultu me një fillim të stabilizimit dhe pastaj me një rami graduale. Në kësi raste, që rregullimet e tregit nuk ndodhin vetëm për shkak të mungesës asaj sasi që kalon në ngushticën e Hormuzit, mirë po kjo ndodh edhe si një reflektim i asajna krizës edhe psiqike edhe automatikisht prodhuesit dëshirojnë të zvoglojnë pak shitjen me qëllim që nesër ta shisin më shpejt rafineritë dhe ata që kontrollojnë tregun e botror, dhe gjithashtu pastaj edhe bizneset, kompanitë dhe shtetet ata nxitojnë që të krijojnë rezervat mjaftueshme dhe automatikisht shtohet një kërkesë e panevojshme e tregit. Prandaj ky reagim ka dy arsye pse ka një ngritje kaq ekstreme, kaq shpejt dhe brenda një kohe të shkurtër, është ngritja më e madhe që ka mujtë me ndodhur ndonjëherë. Në ditët në vijim të pas parasysh se krejt kjo përvaret prej rrethonave politike dhe luftës në Iran, ne shohim se palët vetëm kanë shfaq një farë gatishmërie për paqe atje dhe për ndalje. Unë besoj që ngushtisa e Hormuzit mund me fillu me funksionu, ndoshta fillimisht me disa limitime,
Mirë, po unë e kuptoj që Irani dëshiron me thonë se ndoshta ata do t'i lirojnë vetëm me kalu disa vende jo armike ose disa vende të cilat nuk kanë probleme me ta, me kushtin që të arsyetohen, do me thonë para vendit vetë dhe para shtetërorëve të vetë, ndërkohë lirimi tjetë për të gjithë të tjerët. Mirë, po na kemi pas një reagim të OPEC-ut, kemi pas një reagim të SBO-ve dhe partnerëve të saj, Kanada, Australia, Meksika, gjithashtu Kazakistani, të cilët do me thonë kanë rritë prodhimin dhe gjithashtu vendet më të industrializuar në botë janë marrë vesh dhe kanë lëshuar rreth 40% të rezervave emergjente në treg dhe kjo ka rezultu do me thonë me një fillim të stabilizimit të tregut. Është shumë normale që rezultati mos shihet më njëherë. Unë besoj që kjo rezultat mrena kësaj javës veç do t'jep shejat e para, më shpresën që të ketë një normalizim në fotin sa më të shkurt. Po flisni që të shihet brenda javës, po flisni për një rezultat më të dukshëm, jo një zbritje të vogël. Shiko, po marë parasysh për shembull reagimin e tregit djeshëm, do me thonë ishte një reagim se na edhe një deklarat politike po ndikon, do me thonë në tregjen ndërkombëtare. Të lutem, do ndërpres, le ta dëgjojmë deklaratën politike sepse është shumë e rëndësishme, ta dëgjojmë bashkë dhe se do të kemi hapësirë për të diskutuar, për ta komentuar edhe ju deklaratën. Është gati, po jemi Mimoza Kusari, po. Është një situatë e jashtëzakonshme. Do të thënë nuk po flasim për rrethana normale të lëvizjes së çmimit apo tendencës për abuzim nga operatorët ekonomik, por po flasim për rrethanin kur në berzën ndërkombëtare e në të gjitha vendet të cilat lidhen drejt për drejt me bartjen apo transportin e naftës përmes ngushticës së Hormuzit, e cila tashmë është vatër e përplasjeve apo betejave, po afektohen drejt për drejt nga çmimi i ngritur i derivateve. Ne kemi qenë vendi i parë në rajon që kemi vendosur marzhen tavan mbi çmimin e importuar dhe ajo është edhe njëherë më duhet të rifleksoj e bazuar në çmimin në kufi. Do të thotë çmimet luhaten apo çmimi ndryshon brenda varësisht prej çmimit privateve, megjithatë efekti i rritjes së çmimit është ndjerë dhe do të ndjehet. Ajo është e pashmangshme. Derisa po e dëgjoni Mimoza Kusarin, në studio po thonin që kjo është hajgare, por do ta kalojmë pas pak në studio sepse na është bashkuar nga lidhja e bizneseve edhe Besar Dreshaj. Dreshaj, mirë se erdhët. Mirë se vjen. Besoj e dëgjuat edhe këtë deklarat, por edhe në këtë që po ndodh, në situatën në cilën jemi, krizën në cilën jemi e kështu me radhë. Një koment të parë, me që tani ju nkuadruat. Së deklarata e ministres është vërtet edhe shqetësuese, por është edhe pak qesharake lidhur me situatën e të cilën është krijuar lidhur me mungesën dhe rritjen e çmimeve të derivateve të naftës, kur ne jemi dëshmitarë të gjitha shtetet e Evropës, sidomos edhe të regionit, janë duke bërë politika stimuluese të cilat do të dikonin në mirëqenien e qytetarëve dhe në uljen e çmimit sadopak, e sidomos në mbështetjen e prodhuesve e bujqve në situatën e të cilën po përjetojmë. Deklaratat e ministres është dashur që të jenë vendime të cilat do të ndikonin në uljen e çmimeve, duke filluar nga akciza edhe duke filluar nga lirimi i TVSH, por jo duke bërë politikat e tilla të cilat thirrën se jemi duke trajtuar çmimin dhe marzhën e çmimit, po ne këto vendime nuk japin rezultat. Ne kemi kërkuar edhe si lidhje bizneseve, kemi kërkuar që në emër të sektorit privat që të bëhet politikat të menjëhershme, të cilat do dikonin në rezultatin në të cilën bizneset, qytetarët janë duke përballur me një ngritje jashtëzakonisht të lartë enorme. Kështu që si lidhje biznes e Republikës Kosovës që kemi drejtuar qeverisë, ministrave përkatës, të cilat duhet të nxjerrin politikat e tilla, e jo që të bëjnë politikat të cilat nuk dikonin fare në uljen e çmimeve dhe qytetarët janë duke paguar në fund të fundit fakturën me një çmim jashtëzakonisht të lartë. Po, studio. Çfarë ishte? Se po presin ta komentojnë deklaratën e Kusarit. Kosova, si tha dhe shumë mirë zoti Kurtisha, Kosova nuk ka as rezervë, as rafineri, kështu që ajo nuk ka kurfar ndikimi në aspektin global të menaxhimit të kësaj situatës. Kosova me këtë kapacitet që ka
mund të merret me situatën e brendshme të situatës. Ajo mundet thjesht të largoj akcizën, ta heqë ose ta reduktoj TVSH-n, ajo mund të jep subvencione familje ose biznese për sasinë e konsumuar, ajo mundet edhe ta edukoj konsumatorin, edhe konsumatorin e thjesht, por edhe bizneset. Për shembull, Slovenia ka dhënë edhe subvencione, ka heqë edhe akcizën, por edhe ka filluar që të edukoj, domethënë i jep vetëm 50 litra, kufizime, për kufizimin 50 litra për një qytetar thjesht, 200 litra për një biznes, pra është kjo formë e edukimit. Por mirë, po tash në Sloveni ne kemi naftën shumë më të lirë se në Kosovë, është 1.40. Ne këtu e kemi 1.80, ata kanë 1.40. Pra ata i kanë marrë 4-5 lloj masash deri tani për me mujt me mbajtë deri në 1.40. Plus i kanë nxjerrë edhe rezervat e veta, domethënë i kanë i kanë nxjerrë në shitje për mos me prek konsumatorin, as biznesin, as qytetarin. Kurse ne këtu e shohim në qeverinë tonë, edhe nuk ka marrë masa, edhe masën që e ka marrë, e vetmja masë që krenohet me ta themi jemi të parë, tha ministja, ajo është një masë që e prek drejt për drejt xhepin e biznesit. Pra qeveria edhe kur dën me marrë një masë, nuk shef që me prek vetveten, se ne kemi shtet edhe kemi pushtet. Këta nuk e prek, nuk dojnë me prek pushtetin, dojnë me lënë veten mirë edhe shkojnë e prekun margjën e fitimit të biznese, pra nuk dojnë me lënë biznesin me fitu, a për veti dojnë me inkasu shumë a shumë që me mush buxhetin edhe me dalë para qytetarëve në fund. Po që shteti s'po do, jo që nuk po mundet, sepse kjo ishte që shteti nuk don se ka mundësi, sepse mundet me hek akcizën, mundet me reduktu TVSH-n. Mirë, edhe këtë rast prapë me rrit buxhetin ashtu Engelbert, ky arsyetimi i mimozës, sepse edhe deputetët e opozitës ja kërkuan këtë vazhdimisht. Këtë arsyetimin, si e komentojnë? Arsyetim banal, sepse ajo tha, ka shumë procedura burokratike dhe ne nuk mund të menaxhojmë. Shtrohet pyetja, për çka je aty në qeveri, për çka jeni aty? Ju jeni për me menaxhu këto situata, ju doni me qenë të para përgatitur në çka nëse ndodh kjo krizë, sepse Kosova ka kaluar për këto kriza, s'ka shumë që ka kaluar, jo vetëm Kosova, gjithë globi, po. Edhe Covid ka qenë, po edhe lufta në Ukrainë, më vonë, këto situata janë paraqit kohë pas kohe, edhe këta nuk janë çështë vjen qeveri, janë që 6 vjen qeveri. Kështu që këta kanë pas praktika edhe shembuj të mjaftueshëm se si me reagu në rastin konkret. Po, dreshaj, do dëgjojmë pas pak, se po flet vazhdimisht, po do dëgjojmë pas pak. Për 6 mundësive që i ka pas për me marrë masa shpejt qeveria dhe me rujt stabilitetin financiar ekonomik këtë rast, nuk e ka marrë asnjë në dobi të qytetarëve dhe bizneseve, e ka marrë vetëm një masë që i shkon në dëm të bizneseve, që është kjo përcaktimi i margjës tavan. E qarë, zotri Kurtishaj? Po, me thënë drejtën është koha e fundit kur tashme pasi që qytetarët e Kosovës pasi që pritin kohë gjatë që të keni institucioni, kemi institucionet, është koha e fundit ku do duhe qytetarin të prek dora shtetit, në këtë rast do t'ishte emergjente tash për tash që ministra derisa dele fol diçka zbrasta, nuk pat kur gjonë përbërri realisht as për bizneset, as për qytetarët, me qenë se ne jemi këtu sot flasim më tepër për bizneset, atëherë nuk përshojmë ndonjë aktivitet që është ndërmor nga ministria për të koordinu, për të kriju një trup bashkë me bizneset, për të pa mundësinë qoftë të eliminimit përkohësisht të akcizës, qoftë për ndryshimin e tatimit mbi vlerën e shtuar, vetëm që qytetari ta ketë çmimin e furnizimit të karburantëve dikon rreth 1.35, rreth 1.40, sa janë vendet e rajonit. Ne po në Sloveni, ne bëjmë udhëtime drejt Zvicrës dhe dikon rreth 1.50 është në Sloveni, por aty kemi rast konkret, pra është marrë shteti, ka lëshuar rezerva shtetërore, se na thamë që Kosova nuk ka rezerva emergjente shtetërore, përderisa s'kemi atëherë janë mosa tjera. Nuk është ndonjë shumë tjetër e madhe, e papërballueshme për qeverinë e Republikës Kosovës, kjo situatë e cila është krijuar aty për aty. Kërkush nuk e ka ditë të premten mbrëmje që të shtunën mëngjes do të bëhet një luftë, thuja një luftë globale dhe qytetarët e saj do të jenë ata që do t'i bartin këta pasoja. Dhe është koha e fundit ku qytetarët e Kosovës ka nevojë për dorën e shtetit, ku biznesi ka nevojë për mbështetje institucionale, reale, praktike, jo me deklarata të zbrasta. Nuk kemi nevojë më për deklarata, por kemi nevojë për punë dhe aktivitete konkrete bashkë me institucionet. Institucionet publike janë të shtetit, qytetarët e shtetit Kosovës, bizneset janë të shtetit. Prandaj duhet një dialog i ndërtuar publiko-privat për të adresuar dhe për të vepruar
sa më shpejt, sa më konkret në kohë, sepse pas 2 javë do të jetë vonë. Po, zotëri Usaj, po përmendet gjatë gjithë kohës masat që janë marrë në shtete tjera, shembull i fundit u morë edhe Slovenia, ju duke pas parasysh që jeni pak a shumë njëjtin biznes, a mund ndodh kjo në Kosovë? Unë përvajsoj edhe disa oda ekonomike, prandaj jemi shumë ngjarje bashkë me komunitetin e bizneseve në përgjithësi. Mirë, po paraprakisht dashta mu lidh me, do me thonë, vendimin që përmeni, do me thonë, ministra, mirë, po edhe brenda asaj na patë edhe disa diskrepanca të tjera të cilat nuk përputhen sipas me realitetin. Fillimisht vendimi i cili është marrë edhe nga ministra e kaluar dhe që merr është marrë edhe tash për caktimin e profitit me pakic 12 cent dhe me shumicë 2 cent, do me thonë nuk e lejon kushtetuta, për shkak se Kushtetuta e thotë që Kosova është ekonomia e tregut të lirë dhe çmimet të përcaktojnë prej ofertës dhe kërkesës. Në rastet e caktuara, në produkte esenciale, me thonë komunet me bërë pjesë ose strategjike dhe nafta, duhet të shpallën një gjendje jashtëzakonshme për të pasur të drejtë ndërhyrjes ligjore. Prandaj, do me thonë, këto vendime edhe në kalumen edhe tash ne mund me i konsideru kundër ligjore sado që na i kemi respektu. Është e para. E dyta, me thonë, ishte një ofendim për komunitetin e biznesit. Pse? Sepse ministra një rrethajmi të parë që kemi marrë masa me kufizu profitin dhe në tjetër kohë thasë nëse heqim në të veshën ja arritim profitin bizneseve private. Kjo nuk është e vërtetë, për shkak se nëse ti po ma kontrollon profitin dhe ke zvoglu të veshën dhe në këtë rast ke zvoglu dhe akcizat, atëherë nëse ne kam profitin 12 cent prej çmimit të importit, nuk kam çish me abuzu me ato sipas pretendimeve të ministrit dhe kjo prap nuk qëndron dhe është një arsye tjetër e pa bazë. Në anën tjetër duhet ta kemi parasysh se në momentin që është rrit çmimi, atëherë janë rrit edhe tyra. Do me thonë, nëse çmimi është rrit për 50% ose 50 cent çmimi bazë, automatikisht të vesheja dyfishohet ose tyrat doganore të të veshes dyfishohen. Dhe në këtë rast, unë e kam propozu që të krijohet një task force ku përfshihen institucione dhe komuniteti biznesit, të bët një prolongaritje e asaj rritje të hyrave dhe eventualisht se duhet me pas parasysh taksat e cilat grumbullohen prej qytetarëve përmes doganës edhe përmes të veshës edhe përmes akcizës janë taksat e qytetarëve të Kosovës dhe nuk mundet me thonë asnjë qeveri, asnjë institucion, asnjë ministër që na po hupim për i buxhetit nëse i zvogëlojmë ato, për shkak se do me thonë ato munden mi kufizu ndoshta investimet të kapitalit të ardhmen, mirë po asnjëherë nuk munden me dëmtu me thonë institucionet përkatëse, të pas parasysh që janë rrethana të jashtëzakonshme. Për këtë arsye, një reagim, po, sepse po mundojmë t'ju inkuadrojmë të gjithëve, se jemi 4 veta në debat, Dresha e pashë po reagonte vazhdimisht dhe po fliste, derisa po bëhej debati. Kështu që Dresha po dëgjojmë në atë që po reagonit. Në legjislacionin e Republikës Kosovës, në situatat e jashtëzakonshme, e lejon edhe baza ligjore se qeveria e Republikës Kosovës ka të drejtën nxjerr një vendim dhe të shpall një gjendje të jashtëzakonshme sa i përket situatës e krijuar në mungesë edhe në rritje të jashtëzakonshme të çmimeve të. A jemi në atë pikë, zoti Dreshaj? Urna? A jemi në atë pikë, a jemi në atë fazë që duhet patjetër qeveria ta marrë një. Unë besoj për shkak se gjitha shtetet e Evropës janë duke ardhur në situatë të tillë dhe janë duke bazuar pikërisht në një vendim të tillë, kur të gjitha qeveritë e Republikës të shteteve të përkatëse janë duke nxjerrur vendime të tilla dhe ne duhet të jemi të qartë. Në situatën e të cilën jemi duke përballur, nuk kemi opcion tjetër përveç të nxjerrët një vendim i tillë, duke qenë në frymën e legjislacionit të Republikës Kosovës, duke ulur të veshën dhe duke larguar akcizën për një periudhë kohore sa kemi probleme të tilla. Për situatën me afatgjat, atëherë qeveria e Republikës Kosovës duhet të nxjerrë politika adekuate që të siguron rezerva shtetërore, por pse jo të siguron edhe rezerva nga ana e sektorit privat kur kanë mundësi të një pjesë të veçantë të rezervave, sikur që janë kompanitë të mëdha të cilat e bojnë distribuimin në Republikën e Kosovës. Deklaratat e tilla të anës së kabinetit qeveritar, qoftë edhe ministres apo ministrave të tjerë, nuk është situata dhe nuk është koha që të bëhet luftë mes bizneseve, sektorit privat dhe sektorit publik, por është situata që duhet të gjithë bashkë të ulim edhe të gjejmë një gjuhë të cilat do të ndikonin në mirëqenien e qytetarëve, do të ndikonin tek biznesit, tek prodhuesit, tek bujqit dhe të gjithë në përgjithësi, sepse ministra ka të drejtë përpos që nxjerrët vendimi për të veshë edhe me akcizë,
ta mban në fuqi edhe çmimin tavan, kur mund me trupat inspektuese të cilët ministria i ka dhe është edhe agjencioni i konkurrencës, të cilat duhet të dalin në teren dhe të bëjnë monitorimin e vazhdimisht, dhe unë si përballësuesi bizneseve, si lidhje bizneseve Ligës Kosovës, i garantoj që do të dalim edhe ne dhe do të kontrollojmë të gjitha pikat e cilat do të bëjnë shitjen e tyre, që mos ta lejojmë asnjë biznes ta kesh përdorur vendimet e tilla. A ka Kosova shteti jo në rezerva të naftës? Jo, nuk ka rezerva të naftës, sepse vetëm një pjesë shumë e vogël e cila për fat keq nuk ka. Po, kjo pyetja shkon për gjithë, me ato informacione që... Nuk ka, e tha më herë zoti Kurtisha, e tha shumë mirë, po nuk ka rezerva, Kosova nuk ka as rafineri, nuk ka as depozita, domethënë në aspektin fizik për me pas rezerva. Shto këtu që nuk ka as politika për me pas rezerva, sepse janë politika shumë specifike për me pas rezerva. Do të me qenë një lojtari shumë i fort në Berz për me mujtë me pas rezerva. Me Zresha i tha që Leshu mund të themi që jemi në një pikë në cilën mund të shpallet Leshu një situatë e jashtëzakonshme. Jemi duke shkuar drejt fundit dhe dua konkretisht na thoni, çka mund të preket tuti, cilat biznese mund të preken dhe të rëndojnë jetën e qytetarëve në Kosovë? Ta e di më folëm për derivate, për çmimet e biletave, kompanitë e transportin ato që të preken të para, Po, sepse kjo po ato dihet, kanë sepse ato deri shpërflitet për to. 40% të kostove të biznesit dhe kanë drejt për drejt në naftë. Përderisa bizneset në fabrika tjera kanë koston e biznesit dhe kanë lënë të para. Varësisht çka prodhojnë, bizneset e transportit dhe kanë drejt për drejt në naftë. Dhe këto preken më shumë ti, por gjithsesi secili biznes, datë tjetë prodhues, por dhe ato që janë shërbime, ta zem postat e shpejta. Edhe ato kanë lënë të parë këthuj se e kanë naftën sepse kanë me lëviz me makina në për gjitha qytetet për me shpërnda postën e shpejt. Pra, s'ka një biznes që nuk preket në kosto operative deri 15 deri 20% që është minimalja, deri 40-50% për këto kompani që e kanë pothuajse produkt kryesor e kanë transportin. Shikoni, sa i përket çështjes derivateve naftës, ju thashë më herët, Kosova, sektori transportit publik të torin, transportin ndërurban, Kosova nuk ka asnjë lloj tjetër të transportit, përveç se transportin me autobus. Prandaj është e pashmangshme ngritja e çmimit të biletave të autobusëve, edhe ashtu kanë qenë çmime jashtëzakonisht të lira. Por shumë i rrallë. Është jo funksional. Po, jo, në pej është funksional. Nuk e mbulon as 30% Kosovës. Dhe nuk mund të themi që është funksional përderisa nuk e prek çdo qytet Kosovës që vjen në Prishtinë, as nuk e prek Prizrenin, as e prek Gjilanin thuja, as e prek Ferizonin. Prandaj me transport hekuror që kemi është 1% e vogël utarëve që shfrytëzon. Prandaj sektori transportit publik të utarëve me autobus është jashtëzakonisht i prekur, edhe ashtu ka operuar me çmime më të lira. Unë mendoj që nëse nuk do të ketë një trup e koordinuar mes qeverisë, bizneseve, unë mendoj që dëmet do të jenë të pa riparueshme për një periudhë jo më larg se sa 2 javë nga sot kur po flasim. Sepse edhe për fat keq, edhe zotëria din më mirë nga kompanitë e derivateve të naftës që merren me import, Kosova në momentin që ka ndodhur, me sa unë kam informacion, sepse unë jam një prej konsumatorëve këtyre operatorëve të mëdha që merren me import të naftës, nuk ka pas rezerva të mëdha në deponitë e tyre. Prandaj është kjo situatë që bizneset, përderisa nuk ka një rezervë shtetërore, që shteti paguajnë bizneset për të rezervuar një sasi të konsiderueshme të litrave për raste emergjente, atëherë ku është faji këtu? Zotri Jusa, a jemi në krizë për naftë, nuk ka rezerva dhe deri më sa do të shkojë çmimi i naftës këto ditë, nga informacionet që keni? Po uroj që do të ajo e para që Po ma ndërpreni pak para se mi përfundu, prandaj kisha dashur nëse ka mundësi me ma dhona hapësirën që të bëj një. Po jep me hapësirën, po jemi disa dhe po mundohemi të jemi të barabartë me të gjithë, sepse natyrisht po kuptoj që të gjithë keni për të. Po, por me mujt m'ia dhon kuptimin. Po ju dëgjoj tani. Po ju dëgjojmë dhe do ta përfundojmë. Fillimisht Kosova, edhe pse s'ka rafineri, Kosova është i vetmi vend në regjion që nuk ka shfaq asnjë krizë të furnizimit dhe asnjë mungesë të furnizimit dhe deri më sot nuk ka asnjë pikë të karburantit që ka met pa furnizim ose pa karburant, siç është rasti në Gjermani, në Zvicër, në Austri, në Sloveni, po edhe në vendin në regjion kemi raste të ndërhyrjes edhe në Bullgari, edhe në Maqedoni, ku për shembull është leju vetëm 50 litra për një automjet ose 100 litra për biznese.
këto kufizime në Kosovë nuk ka pas nevojë të ndodhen për shkak se Kosova ka furnizime të mjaftueshme. Është e para. E dyta, qeveria nuk është e vërtetë që s'ka prof aty nuk kam ndërmend me hi, po ka më shumë informata në një debat saktum. Mirë, po ato rezerva janë rezerva emergjente për institucionet vitale, po nuk kanë rezerva të cilat janë të destinuar për balansin edhe mirëmbajtjen e tregit. Si për ushtria ato e dimna, po flasim për jetën qytetarëve dhe bizneseve. Për jetën e qytetarëve momentalisht Kosova nuk disponon infrastrukturë të mjaftueshme dhe kapacitete të punimit të mjaftueshme që ka mundësi me kriju rezerva që me majt tregin e derivateve në kontroll. Qa ishte puna e ndërhyrjes të taksat. Ministja tha që ato duhet me u marrë vendime në parlament, kjo do me thonë nuk qëndron për shkak se vite më herët në kohën e Isa Mustafës kur ishte kryeministër, kemi pas një produkt mazut me preardhje bio, i cili ka qenë pa akcizë dhe ka fillu mu punu në Kosovë dhe dogana ka reagu se sipas aty një bin tyrat bugjetore dhe me një vendim thjesht të kryeministrit do me thonë ka qitë akciza e mazutit edhe kësona që në Bashkimin Evropian është pa akcizë. Qa bjen kjo se do me thonë një mbledhje qeveris me një vendim dhe me një vendim të kryeministrit dhe një nënshkrim mune më marrë vendime të përkohshme derisa të stabilizohet situata, prandaj do me thonë jo patjetër duhet të mshefen mas mos funksionalitetit të kuvendit. Për këtë arsye Kosova ka problem me ngritjen e çmimit, nuk ka krizë të naftës sepse naftë ka mjaftueshëm dhe ka me pas mjaftueshëm, megjithatë mbas të rrjedhave politike në botë, unë personalisht mendoj se këtë javë do të fillon një stabilizim dhe për javës tjetër do të shohim një tendencë. Ju po thoni që nuk ka krizë të naftës, ju po thoni që ka krizë të lekut. Po, kjo është e vërtet, mirë, po do me thonë se është shumë normale në një rezervuar 50 litra 30 euro me të lujtë, me thonë kjo ndikon ekstrem në bugjetin familjar, mirë, po të pas parasysh se secili biznes dhe secili produkt, bazën kryesore e ka transportin, disa që është thanë aty dhe kolegët në studio e kanë ndoshta produktin primar, mirë po për shembull edhe pjesët e tjera si prodhues ose tregtar të ndryshëm e kanë transport. Ka produkt për shembull që transporti për Evropës i kushton tani më shtrejt se sa vlera e mallit dhe imagjino të blesh një produkt për shembull 50 cent dhe 50 cent e kish koston e transportit, do me thonë është shumë e egzageruar për shkak se atëherë do me thonë kjo do mos do nëshmërisht ndikon në secilin bugjet familjar dhe qytetarëve të Kosovës. Jusaj, falenderit për lidhjen edhe për to informacione. Falenderit që ishit në Kosova Live. Merci edhe për mua. Si kundër që falenderojmë edhe zotrin Dresha që ishte pak më parë nga lidhja e biznesave, po ashtu dhe të ftuarit në studio. Urojmë që në një moment tjetër, mbas një javë me shpoflitit që do të stabilizohet, vërtet tjetë kështu. Nuk besoj. Unë nuk e besoj as pak, kjo ka të bëjë me stabilitet, përkundrazi. Unë pra po flas, kemi dikon 1.10 ka qenë nafta, sa do 1.80. Kemi jo 30 cent, jo 30 euro për rezervuar, kemi 70 cent ndryshim të litrës naftë për një periudhë shkurt kohore për 10 ditë. Prandaj, nëse vazhdohet me këtë trend, unë besoj që pasojat janë drejt për drejt qytetari, po pa humbur kohë, duhet ministrat të bëni trup, dalin me rekomandime bashkë me bizneset, ndërtohet ky trekanci i komunikimit qeveri, biznese dhe shoqëria civile, tjetë një trekanci i formuar, të ndërtojnë një politikë të caktuar për këtë periudhë kohore të caktuar dhe dalin me zhbllokim situatës dhe ndihmë të qytetarit. Mbi gjitha, është po eri për stres, është momenti i fundit ku të ndihej dora e shtetit, sepse është krizë globale që nuk është prodhuar nga ne, nuk është prodhuar nga regioni, është një krizë globale që kalon kufit tonë dhe kufit të rajonit. Andaj, përderisa kemi sot vendimi i fundit është ministria, nëse nuk gaboj, Serbia ka marrë vendim tjetër për ndihmë drejt për drejt bizneseve, sa i përket eliminimit të akcizës apo lirimin nga TVSH-ja. Sloveninë kemi njëjtë, Maqedoninë po, ka marrë vetëm Kosova dhe ne jemi gjithmonë më të shkelur nuk jemi të barabartë në tregjet, qoftë në transportin e maldrave, qoftë në transportin e dorën. Dorën e shtetit. T'ja tham një gjë, sot në këtë debat kur ti shaj edhe zotri Jusaj, ishit më të vështirët mysafir, se ishte shumë probleme ju ndërprej. Unë e di që keni shumë për të thënë. Sepse unë duhet të tham një gjë, dhe duhet jetë
publike kjo. Bizneset e Kosovës janë heroj gjallë zhvillimit ekonomik të vendit. Jemi të babarabartë në tregun rajonal, jemi të babarabartë në tregun europian, prandaj shqetësimet jo tonë janë gjithmonë. Edhe disa gjëra ku lena gjysmë kish Po janë edhe tyre të realisht. Unë personalisht marë shumë thirrje telefonike, vetëm mediat sa më kanë thirrë sot mbi 23 telefonate kam pas për mediat për këtë çështje. Po qytetarët, pra shqetësim që ne përballemi drejt për drejt me klientët. Është temë që i preokupon gjithë, dhe sadopak u munduam që të bëjmë një analizë çka mund ndodh tutje dhe çka mund bëj shteti, kështu që ju falenderojmë shumë.